kërkoj që çdo ditë ju të keni një grafik dhe ky grafik të ketë detyrë të parë pikërisht vërtetimin, verifikimin territoriale të shtrirjes territoriale të Partisë Demokratike. Ama kjo kërkon që ju të vraponi testi me këmbë, me mjetë, me si të mundni, të kontrolloni, të shkoni në çdo zonë, në çdo territor. Kërkon patjetër. Është e një rëndësie shumë të madhe. Dhe lidhur me këtë, drejtimi po ka që rëndësishëm i punës sonë. Antarësime, antarësime, antarësime. Ju garantoj se janë mira e mira qytetarë të ri, më në moshë e të tjerë, të gatshëm të antarësohen, por nuk i afrojnë. Unë isha në Shkodër. Çfarë më tha kryetari? Kur të doni, kemi një numër madh të gatshëm për të bërë antarësimet. Nga Durrësi, demokrat më çon mesazh dhe më thot këtu në zonën time kam antarësuar, janë antarësuar kaq persona. Dhe ne jemi një problem. Problemi jemi ne vetë. Se në qoftë se ne nuk i ftojmë, pse do na luten ata ne? Qoftë se ne nuk shkojmë, ulemi me ta, nuk bisedojmë, jo ata do vazhdojnë punën e tyre. Sidomos jemi në opozitë, mos harroni. Ne betejë ofrojmë. Dhe edhe ne duhet rëndim mas tyre. Duhet takojmë tri, duhet takojmë gra, duhet takojmë burra, duhet takojmë dhe duhet me insistim të shndrojmë antarësimin në një nga drejtimet themelore të punës sonë. Dhe ju garantoj të nderuar zotëri kryetar se kjo do të jetë edhe një nga parametrat e vlerësimit të punës së degëve kudo, të drejtuesve dhe degëve kudo që janë. Do jetë kjo. Problemi tjetër kardinal që do të shtrojt për të 10 herë para jush. Por tani unë duhet të them se shtrohet në një mënyrë më ndryshe. Kemi hapur. Rrjetet sociale. Rrjetet sociale. Dje në Hungari u ndryshua pushteti. Fides, një parti mike e jona që nga themelimi, se në fakt jemi dy partit e vetme që kemi ngel në skenën politike europiane nga ato që u themeluan në 90-ën si forca antikomuniste, pas një qeverisje 16 vjeçare të Viktor Orban, në një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, fitoi po një parti e qendrës djathtë, antare në EPP, dhe Orban doli në opozitë në një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Dy gjëra po lexoja. Spari opozita aty kishte patur
mbështetjen e televizioneve më të shikuara. Dhe ky është një avantazh i madh komerciale, paktën sipas një raporti që lexova. Por kryesorja, opozita kishte dominuar në mediat sociale. Pra, me gjithë se kishin televizionet më të shikueshme, nuk i di se nuk e njoh ato mediat e tyre, por ata dominonin tërësisht në YouTube, në të gjitha rrjetet sociale. Tani do të jemi të hapur këtu edhe para qytetarëve. Zoti kryetar, zoti deputet, antar kryesie, koordinator e tjerë me radhë. Antari ju një thjesht donë që në atë Facebookun tëmë të shof edhe guximin tëmë. Që të jemi të hapur, të flasim haptas. Çfarë ndodhë? Unë ja u kam thënë dhe për para këte. Me çojnë mesazhe. Lexojnë statuse, s'po i përmend emrat tënë se. Të disa nga demokratëve që bëjnë statuse shumë kurajoze dhe kritike ndaj qeverisë, përqendrohen dhe më çojnë mua fjalë. Dhe demokratë më shkruajnë mua. Pse drejtues të PD-s nuk bëjnë statuse të tilla në Facebooket e tyre? Në Instagramat e tyre? Pse kryetarët e DEG nuk bëjnë këtë? Pse ky nuk bën? Pra, shikoni. Dhe ju themi gjë. Mos e injoroni, sepse ne armikun më të egër sot për sot kemi frikën që ka arrit të ngjallë Edi Rama. Dhe detyra më kryesore jona është të vrasim frikën. Imagjinoni, tu themi një. Ndodh kjo. Pa një muaj, në Beograd, 3 shqiptar po shkonin në Poloni me pandeshjen, 4 shqiptar. Dhe njëri për i tyre poston në Facebook një status me flamurin me Ismail Qemalin dhe Isa Boletinin dhe këput fjalë jo të mira për Serbin, sharje. Policia, tek dera, e merr, e arreston bashkë me shokët e tij. Dhe unë dalë në protestoj këtu në konferencë shtypi. Të nesërmen, Klevis Balliut në darkë i troket në derë një vajzëre. Aman, thot deputet, ma hiqat foton, thot, që ke postua Klevisi, duke shpërnda fletushkat, i kishte dhënë asaj një fletushk nga të thirin tona për protest, dhe kishte bërë një foto me te, dhe e vendos në Facebook foton. Më hiqat foton, thot se i kanë shku, thot, me statusin tëm nënës në punë, edhe ma hiqin nga puna. Dhe kjo identik regjime policeske tani, shiko që bëjnë. Tani qëfar duhet bëjmë ne? Ne duhet bëjmë sa më shumë